Sa për zhvilluar ceremonia mbylljes së Kupës së Shqipërisë në gjimnastikën artistike për të gjitha grup moshat dhe ekipi i vllaznisë drejtuar nga trajneri i njohur Izmir Kashi është pallur më i miri i Shqipërisë, ka fituar në 3 grup mosha. Profesor Urime. Faleminderit Gaspar. Ishte një aktivitet 2 ditor, nga masiviteti më i madh që kishte shumë gjimnasta dhe federata mendoi që ta datet në 2 ditë. Ishte një garë me shumë konkurrencë, rivalitet shumë të lartë dhe u përpoqëm duke u stërvitur gjatë gjithë këto muajve përgatitje dhe ja dole me sukses. Arritëm të merrnim vendet e para në 3 grup mosha të ndryshme dhe jam shumë i kënaqur me ekipin tim. Kush pikati më tepër si individ në ekipin tuaj? Ishte Amatja Lleshi, Maria Zefi, Li Islami, Mishela Bitani, Joela Neziri, Angela Preka, Lea Qerimaj, Hera Mustafa, Megi Lavmyzhaj. Këto ishin të cilat kishin shumë rivalitet njëri me tjetrën dhe arritën të objektivin që kishim ne si ekip. Profesor Kashi, një pronësim pak para jush, presidenti i Federatës Shqiptare të Gjimnastikës Leonard Lulaj bëri të ditur se disa nga këto gjimnaste më të mira që janë vlerësuar nga Komisioni i Përkatës do të jenë në pjesë e ekipit përfaqësues në Ballkanjat. Do të jetë nga vllaznia patjetër. Patjetër, vllaznia dominon në ekipin kombëtar të gjimnastikës, gjithmonë në garat ballkanike, në garat ndërkombëtare jemi pjesë e saj dhe edhe kësaj herë me rezultatet e marra në këtë garë dhe në garën më përpara është bërë përzgjedhja e 2-3 elementeve nga Shkodra dhe disa nga ekipet tjera. Vazhdimësia për ju profesor si ekip me çfarë objektiv është? Objektivi jonë është të rrisim nivelin e cilësisë në ndërkombëtare, në garat ndërkombëtare, kjo është objektivi jonë. Pastaj në garat e vendit shifet që jemi brenda objektivave. Profesor, dhe një urime dhe faleminderit Gaspar, jemi shumë mirënjohës për punën që realizon për ekipin tonë dhe për gjithë sportin. Respekt, profesor. Faleminderit.